Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. E vërteta e madhe që duhet me e thanë në krye të herës, është se mexhliset ma të begata, edhe takimet ma të dobishme, edhe nejat ma të këndshme, janë ato të muajit të mëndueshëm të Ramazanit. Edhe subhanallahu të duket se në këtë mirësi të madhe, me cilën Allah subhanahu wa taala na ka begatuar të gjithëve ne, ndjehemi si të ishim në një xhennet, në një lulishte, plot mirësi dhe bekime, për të cilat për herë njeriu duhet me kenë falendërues ndaj Allahut të madhruar, që ja bani nasip për me emrit muajin e begatë të Ramazanit. Sinqerisht, e kam pas me shumë siklet periudhën e ditëve të fundit të muajit Shaban. Edhe mendoja me veten time, edhe e diskutoja edhe me disa prej vëllezërve. A do ta kemi nasib me emrit muajin e mëndueshëm të Ramazanit? Sinqerisht, se jeta është e papritur. Edhe njeriu një tash është ma pak se një sekundi nuk është ma. Sa e sa imam, hoxhallar, i kemi pa duke majt hutbën e xumas dhe duke u fik në mimber. Ose duke ra me fjet dikush dhe duke mos u zgjuma. Dhe sinqerisht, fakti që ne e kemi mbrit muajin e mëndueshëm të Ramazanit, Allahumma lakal hamd, është një mirësi e papërshkrueshme. Mos e leni që të kaloj kjo ndjesi, kështu, pa u vore edhe pa ja kujtu vetes. Pa i than vetes, o filani, elhamdulillah, Allah azza wa jall ta bani të mujtun që ti me hy sërish në Ramazan. Edhe çfarë Ramazanit? Po kjo Ramazan i marë. Ai kurdo që ti jetë, në çdo moment, në çdo stin, në çdo muaj e në çdo kohë është i marë. Mirë, po ky Ramazan i si vjeshëm, edhe i kësaj periudhe kohore të kalendarit dimror, është ma i veçantë për shokët e mi, po edhe për shumë të tjerë që mund t'jenë në pozitën time. Që do të thotë se ne na ripërsëritet pas 33 viteve Ramazani në kohën e dimnit. Se muaji i mëndueshëm i Ramazanit për të mbërrit, për të plotësuar një cikël, do në 33 vite. Do të thënë si ky Ramazan do të vijë edhe pas 33 viteve. Kush është i vogël këtu në mesin tonë në moshë, edhe ka jetë inshallah taala, ka me e kujtu mas 33 viteve, ka me thonë, para 33 viteve e kam pas Ramazanin, e kam ninu Ramazanin e para, 2, 3, ku diun, në kohën e dimnit. Edhe unë, edhe shumë për jush besoj, e kemi këtë eksperiencë të përsëritun, apo jo haxhi? A kështu apo jo? Kemi ninu si ky Ramazan para... mashallah. Pa shumë e rëndësishme që njeriu me ja ditë Allahut azza wa jall për shumë, edhe me e falenderu Zotin e tij për mirësinë e mërritjes së Ramazanit, sepse kjo është muaj i mëshirës. Ata që e mrin Ramazanin dhe bëhen pjesë e tij, ta dinë garant se Allahu azza wa jall ju ka dhënë një shans shumë të madh për të fituar mëshirën e tij, për të mbrit faljen e tij, për të mbrit inshallah taala momentin kulminant të lirimit edhe fshirjes së emrit të gjithë secilit prej agjëruesve nga lista e të ndëshkuarve. A nuk lutemi që Allah azza wa jall të na bëjë itqun minan nar, pra me na liru, edhe me na fal, edhe me na ufshi emrat nga lista e të ndëshkuarve në zjarrin e xhehenemit, Zot na ruaj prej ndëshkimit të tij. Ajo që duhet për me pas në konsiderat gjithë secili prej nesh, edhe për këtë duhet të flas sot, edhe në dersin e xumas, por edhe në hutben e kësaj dite, është përkushtimi dhe rëndësia që ne duhet t'i japim, sidomos në këtë muaj të shenjtë e të begatë, Kur'anit familjar. Ta dini të dashurit e mi se lana kryesore e agjërimit të Ramazanit është Kur'ani. Lana kryesore me të cilën është angazhu pejgamberi alayhi salatu wasalam, sahabët e tij, imamet tanë të mëdhenj prej drejtuesve dhe
ma të mëdhejve të mëdhebeve tona gjatë mujit të begatë të Ramazanit është Kur'ani familjar. Ati i janë përkushtuar maksimalisht. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e lexonte dhe e përsëriste Kur'anin çdo ditë të Ramazanit me mësuesin e tij, edhe besnikun e qiellit, Hazreti Xhibrilin alayhi salam. E prej aty merr zanafil dhe mexhlisi i hatmes sherife në Ramazan, që do thotë se secili duhet me e pyet veten dhe me thanë, sa hatme jam i aftë për të bërë gjatë këtij Ramazani, edhe kujdes kur them sa hatme, këtu nuk është në diskutim thjesht një lexim i rëndom të Kur'anit, por se angazhimi dhe ndezja e zemrës ndaj Kur'anit, fjalës së Allahut Azza wa Jall. Pra të shkosh në shtëpi dhe ta shohësh Kur'anin në një vend të dukshëm që të thret drejt leximit të tij. Të vish në xhami dhe ta kesh Kur'anin përpara syve për ta lexuar atë. Të hysh në makinën tënde, atë ulesh dikund dhe më e pakta të kesh një aplikacion për ku ti e lexon Kur'anin edhe në celularin tënd, fjala bie, a në tabletin tënd. Pra mos na kaloj asnjë ditë prej ditëve të Ramazanit, e asnjë kohë prej kohëve të dobishme të Ramazanit pa u angazhuar me Kur'an. Tamam. Sa prej dietarëve të mëdhenj të ummetit tonë, Imam Abu Hanife, Imam Maliku, Imam Zuhriu, Imam Sufjan al-Thauri, Imam Shafiu, Imam Ahmed ibn Hanbali, e të tjerë fol pa fund, kur ju vinte muaji i begat i Ramazanit, angazhoheshin vetëm me Kur'an dhe i lenin edhe derset e tjera. Gratë e kanë vendin nalt, mos na hyn gra në vendin e burrave, sepse është edhe xhuma dhe kallabdek. Nëse kanë një prej modrave që kanë ngatruar rrugën, ti thoni më unjit nalt. Allahu ju shpërbleft. Gratë e kanë vendin nalt. Burrat nuk njiten në vendin e tyre, nuk lartësohen dot në nivelin edhe gradën e grave, edhe gratë rrinë në pozitën e tyre të lartë ku i ka vendosur Zoti. Të dashtun dhe të shtrejtë. Në Kur'anin familjar, në surën Al-Qamar, çfarë lexojmë? Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir?" Fahal min muddakir? Pra është dikush që kupton edhe të zën mend se këtë Kur'an ne e kemi lehtësuar për mësim. E kemi lehtësuar për mësim. Prandaj do të gjesh sot edhe në xhamatet tona, edhe në xhamatin e kësaj xhamie, burra edhe gra që kanë kalu moshën 60, edhe 70, edhe më tepër, që nuk kanë ditë as edhe një harf të Kur'anit dhe sot e lexojnë Kur'anin më rrjedhshëm se sa ky që flet. Sinqerisht, e lexojnë Kur'anin rrjedhshëm. Pse? Sepse Allah subhanahu wa ta'ala i ja lehtëson atij që do edhe kanë një të pastër për ta lexuar Kur'anin ashtu siç duhet. Dhe nga leximi i Kur'anit ngjitemi në pozitën e atij që don me kërku për te leximit. Wa laqad yassarna al-Qur'ana, ne e kemi lehtësuar këtë Kur'an. Prandaj do të gjesh sot anë man botës, në çdo cep të globit, botime pafund, përkthime të kuptimeve të tij në gjuhë të krejt botës, qendra të hifzit të Kur'anit, qendra për studimin e Kur'anit, qendra për dhe ka emërtesa të ndryshme që lidhen gjithë secila prej tyre me Kur'anin familjar. Allahu Ekber. Pra, nuk ka njeri sot në glob që mundet me thanë që unë nuk di se çfarë është Kur'ani, unë nuk di se si me e lexu dhe si me e kuptu Kur'anin. Ti ka lehtësu Allahu Azza wa Jall të gjitha rrugët. Po lexoja dhe po risille në vëmendje një doktor, matematicien, teolog kanadez, Gary Miller, i cili vendosi të lexonte Kur'anin për të gjetë disa gabime në Kur'an dhe për të shkruar kundër Kur'anit, edhe nga pozita një teologu jo musliman, kuptohet. Edhe thotë, ai ka një libër tashmë që ka shkruar për eksperiencën e tij. Ai jo vetëm që u befasu, por e mori Kur'anin familjar nëpërmjet ajeteve shkencore ku ky ishte i specializuar, e mori për dorë drejt udhëzimit. O të dashtun, Allahu subhanahu wa ta'ala është Zoti i gjithësisë, është një. E ka zbrit këtë Kur'an për ta marrë për dorë njeriu dhe racën njerëzore drejt më të mirës.
e ka ba këtë Kur'an familart manual për jetën plot dignitet. A mund të vi një këtu e një atje, ma i madh i botës, dhe të kërkoj për gabime të Kur'anit dhe të thotë kam gjetë gabime në Kur'an? Jo, pasha Allah, nuk mundet. Ai le të kërkoj dhe i lumi ai që kërkon me këtë qëllim, sepse do të jetë një shtys ma shumë, shpresoj që Allah subhanahu wa taala me ja hap perden e të zbërtetës dhe me e kuptu madhështinë e këtij libri të shenjtë dhe fjalës së Allahut azza wa jall që është një dritë e madhe udhëzimi për çdo njeri deri në ditën e fundit. Subhanallah, po të lexoni dhe juftoj, kërkoni. Lexoni për eksperiencat e njerëzve, studiuesve të ndryshëm, perëndimor kryesisht, që i janë qas Kur'anit për të gjetë gabime në Kur'an, ose janë dhënë leximit dhe studimit të Kur'anit për të gjetë boshllëqe dhe vrima për t'u kapë dhe për të folë kundër Islamit dhe muslimanëve. Nuk ka asnjë. Të gjithë në një mënyrë një tjetër, ose janë ba musliman, ose janë drejtu nga fjala e Allahut azza wa jall, ose janë drejtu nga të folurit me objektivizëm për Kur'anin familart. Absolutisht. Po shihja rastin e një politikani të famshëm hollandez nga e djatha ekstreme, edhe keni parasysh jo djatha ekstreme evropiane, se sa të gjindosur janë kundër Islamit dhe muslimanëve. Edhe ky ka një eksperiencë të ngjashme me doktor Gary Millerin. Subhanallah, e keni parasysh regjizorin hollandez të një filmi kundër Islamit dhe kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shihni sot me galabie të bardhë në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke i thënë selam pejgamberit dhe duke u bë gati për umre. Pse është ba musliman? Allah. Do të thotë kjo që kushdo që i qaset Kur'anit familjar për të marë mirësinë dhe bekimet e librit të shenjtë, pasha Allahun e ka rrugën shumë të lehtë. Dhe këtë jo se e themun, këtë e thot Zoti i gjithësisë. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir? Muezini dashtun, a ka njeri që të zënmend për të kuptuar se ky Kur'an është i marrë dhe i lehtë për të kuptuar dhe për të mësuar, për ta përfunduar. Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur një kod sekret këtij Kur'ani. Dhe kodi sekret i Kur'anit, cili është se ai ka zbrit në një gjuhë që është ma e pasuna e gjuhëve të globit. Unë do të dëshiroja që gjuha ime të ishte ma e pasuna, edhe sa e bukur edhe sa e amël është gjuha ime. Mirë po Allahu azza wa jall, që është i plotdijshëm, thotë në Kur'anin familart, e kemi zbrit të Kur'an bilisanin arabiyyin mubin, me një gjuhë të qartë dhe të pastër arabe. Dhe merrni dhe lexoni dhe shihni se si dietarët e stilistikës në veçanti, bajnë art me interpretimin e teksteve të ndryshme të Kur'anit familart, duke na bërë për herë më tepër me u dashuru mas fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Pra kur sheh se si Zoti i gjithësisë të thotë një fjalë shumë të shkurtër, a një fjali sa një gjysmë rreshti, dhe prej saj ti lexon jo fletë, po them libra me një gjysmë rreshti, dhe thu o Allah, nga doli kjo, nga dolën këto kuptime. Dhe hapni dhe lexoni fjala bie, ose shpletoni nëse e keni mundësinë tefsirin e Imam Kurtubiut, ose tefsirin e Imam Razit, ose të tjerë, të cilët nga një çështje shumë e vogël në Kur'anin familart, nga një pjesës ajeti të nxjerrin me dhjetra mesele, të cilat vetë se ta shtojnë dashnin për Kur'anin, e ta shtojnë dashnin për Allahun, e ta shtojnë bindjen se ky libër është fjala e Allahut azza wa jall. Allah azza wa jall na udhëzoi drejt më të mirës dhe na bëf për atyre që e vlerësojnë këtë bekim të madh që e kanë përpara durve. Mos na kaloj ditë e natë pa e lexuar Kur'anin. Mos na kalojnë asnjë moment pa i dhënë rëndësi fjalës së Allahut azza wa jall, sepse është mirësia më e madhe që kemi në jetën tonë të besimit. Po e përfundoj me një fjalë të doktor Morris Bucay, perëndimor, i cili është ba musliman patjetër, edhe ligjëratat e tija në gjuhën angleze besoj të përkthyera, edhe në gjuhën shqipe janë përkthy disa, janë të pranishme dhe të mundshme për të gjithë ata që kërkojnë. Thotë kështu: i kam hyrë studimit të Kur'anit pa ndonjë mendim paraprak.
dhe një lexim i zakonshëm, dhe me objektivizëm në kërkim të shkallës së përputhshmërisë së tekstit kuranor me të dhanat e shkencës moderne, arritën në konkluzionin se nuk ka asnjë thanje të kritikueshme nga pikpamja shkencore bashkohore. E kur flasin ma të mëdhenjt, dëveçli duhet me ul kryt dhe me thanë lebejk Allahume lebejk. Pra si urdhon Zoti im me mbriti mesazhi i madhnisë tane. Lamartini çfarë thotë? Islami është feja e vetme që ka arritur të plotësojë kërkesat e trupit dhe të shpirtit njëkohësisht, dhe këtu në parantezë mund të vendosësh ajetet e agjërimit, pa e ekspozuar muslimanin të jetojë në një gjendje vrasje të ndërgjegjes. Është feja e vetme, adhurimet e së cilës janë pa imazhe fotografike, dhe kjo është dhurata më e madhe që krijuesi i ka bërë racës njerëzore. Dhe për ta përfunduar, është një aktore italiane, Marcella Michelangeli, çfarë thot ajo? Është ba muslimane. Islami është feja që e ka të mundur përballjen me ateizmin dhe valet e shpërbërjes, dhe me kënë se sot përballemi me një shpërbamje të moralit dhe një tendencë për ta shplat runin e rinisë në veçanti. Fjala e kësaj zonjës së nderuar është më efikase se asnjëherë. Ajo thotë, Islami është feja që ka të mundur përballjen me ateizmin dhe valet e shpërbërjes, prej të cilave lëngojnë shoqëritë industrializuara sot. Islami do të tërheqë shumë prej të diplomuarve të universiteteve, sidomos ata që janë të lodhur dhe të rënduar nga debatet teologjike. Dhe me thanë disa debatet teologjike shterpë që i ndëgjojmë dhe i lexojmë, sidomos në Perëndim. Edhe shikoni përbamjen e xhamateve tona. Edhe shihni se si djemtë dhe vajzat, studentë dhe studente janë pjesa dërmuese e xhamateve tona për të kuptuar se ky Islam është triumfues dhe për të kuptuar se kjo është feja e Allahut Azza wa Jall dhe përtej propagandave dhe miliardave që shpenzohen anë me anë botës kundër tij, drita e tij vetë se përhapet sepse ky është hak. Dhe Allahu subhanahu wa taala çfarë thotë? Senurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do t'ju tregojmë atyre argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre për ta kuptuar se ky Kur'ani famullar është hak, dhe të lumt ata që e pasojnë hakun e Allahut Azza wa Jall dhe nëpërmjet tij lartësohen në shkallët më të larta të devotshmërisë dhe përkushtimit në këtë botë. Allahu ju dash dhe ju beqatoftë. Walhamdulillahi rabbil alamin.